Vazhdoni kështu të shoqëroni me emisionin Amal, edhe tash është koha për një bisedë këtu në studio. Do të flasim për artin në përgjithësi, e për diskutu për këtë temë. Sigurisht që të ftuar kam një artist që tash e mbi 50 vite është pjesë e artit. Jo vetëm si piktor, mirë po edhe si poet, pra në gjitha dimenzionet e artit. Bashkë me mua është zotri Idris Berisha. Mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë se vgjej, faleminderit dhe shpreh falenderimin edhe për televizionin tuaj që për mua është një befasi e këndshme. Ky mëngjes filloi në një ambient kaq të përshtatshëm për mysafirët them. Faleminderit shumë, me shumë kënaqësi. Tash do të flasim për artin edhe çka është më rëndësishmja për pjesën që tash e mbi 50 vite pjesë e artit. Si është t'jesh pjesë e një industrie që realisht përveç ndoshta është punë, është sakrificë, është edhe kreativitet, është edhe atraktive, themi, ndoshta nuk është e bezdishme si profesionet tjera. Po, arti është një fushë veprimtari e cila krijuesin e bën të jetë gjithmonë aktiv, gjithmonë t'i vën veti detyra dhe t'i realizon ato, por e mira e gjitha të mirave është se krijuesi kur sheh rezultatet mbrapa, kur sheh që vitet po shkojnë, po diçka po mbetet mbrapa, domethënë kënaqet me atë që krijon, ai është mrekulli, edhe është e bukur. Si çdo krijues, edhe unë kam pas ato vështirësitë normale të fillestare të shkollimit në rand të parë, sepse krijuesi tash për këtë kohë ndoshta tingëllon absurditet, por krijuesi që herët duhet përcaktuar për atë që don me zgjedh profesion të jetës. Unë po ta zgjedh shkollën e artit në Pej, vitet e 70-ta, vitet e largëta 70-ta, dhe aty sikur zbulova një botë tjetër, sepse atëherë shkolla profesionalet ishin jashtëzakonisht në nivelet larta të përkushtimit profesional dhe domethënë të kuadrave, të profesorëve të cilët sapo kishin dalë nga akademitë e njohura të artit, qoftë në qendra të ndryshme të ish Jugosllavisë, edhe atë ngritjet e tyre na transmetonin neve si nxënës edhe si krijues të arshëm. Po. Para se me folë ndoshta edhe për këtë fazën e për zgjedhjes fakultetit edhe gjithçka tjetër që përmendet në vitet e 70-ta, kisha pas qef me të kthy pak në kohë, edhe me na tregu pak për fëminin tënde, jetën tënde, ndoshta atëherë kur nuk ke qenë një artist, kur ke qenë thjesht një fëmijë që e ke shiju jetën tënde, me gjitha ato vështirësi që jeta i ka pas në të kalumen, sepse e dim ne vitet më herët ndoshta nuk krahasohen me të mirat që fëmijët i kanë tashtë. Por që di kur rrjedhin këto pyetje kështu të natyrshëm, edhe kthen njëri retrospektiv, 50 vjet mbrapa ose 60 vjet mbrapa, sigurisht që është një rënqethje, sepse për një me ishin kushtet mizerje krahasuar me këto që kemi sot. Po megjithatë, arti e ka një magji të brendshme që ndoshta si profetizim të vjen qysh në moshë të re. Edhe unë dikun aty ka klasa 7-8, e kam vrej që po e du artin. Edhe këte ndjen të bukur ma kanë përshfaq edhe mësust, sepse mësusi është ai i cili domethënë nëse punon me sinqeritet, ai e orienton bukur edhe fëmijët, edhe nxënësin. Edhe kështu që nuk ishte e lehtë, ajo kohë ishte shumë e vështirë. Unë them drejtën, të jemi sinqert, kam pas dëshirë edhe dashuri shumë të madhe edhe për muzikën. Kam dashur muzikën jashtëzakonisht. Edhe muzika art është, pro artist, kështu i lindur që nga fëminia. T'ju them realisht, tash me këtë pyetjen tënde, sikur më ktheve edhe po më kujtohet mirë kur kam hyrë në tren me shku për Pej, me shku në Provim Pranus, edhe kur kam shku në Klin, aty ndahi treni në 2 pjesë. Treni për Prizren, që këndovët edhe kënga, edhe treni për në Pej. Edhe deri në Klin kam pas dilemat e mia. Shkoj në Pej, apo të shkoj në Prizren, shkollë muzikës. Kështu që
përfundimisht u përcaktova për artin e brushës. Vazhdove në trenin e pesë. Po, në trenin e pesë, edhe vazhdova me brushën, e cila me shoqëroi tash e mbi 50 vjet. Dhe të them drejtën, nuk jam pishman shumë. E di që kjo rrugë nuk është edhe qaq e shtruar me lule, si thuhet, por kur mbizotron dashuria, atëherë edhe pengesat eliminohen edhe del. Po, më trego pak çfarë tipi keni qenë atëherë? Keni ditë që me fillim që jeni përfshim ka arti, apo çfarë tipi si fëmijë në pjesën e karakterit mbase? Në pjesën e karakterit kam qenë pak edhe tip edhe i sportit, edhe i muzikës, edhe sikur artet i absorbojnë këto shkatësi, edhe shpesh krijuesi e ka vështirë mandej me orientu, por në qoftë se mirë menaxhohet edhe kjo dashuri, atëherë mendoj që njëra tjetrën shkatësitë e përplotësojnë atë profilin e një krijuesi. Azam, në qoftë se merresh me sport, ti ndihmon vetit të kesh kondicion të qëndrosh para telajës me 10 orë. Po. Në qoftë se dën muzikën, muzika ta rregullon terrenin që ti jesh me disponim. Po. Këndshëm me kështu, sepse arti mbi gjitha është kënaqësi shpirtërore, nuk është ndaj që duhet me kryen detyrë dhe. E thash, është më shumë kreativitet, është diçka e bukur, diçka që ndoshta të relakson, mbi gjitha ka shi profesione tjera që dinë edhe me të stresu kështu gjatë periudhave të ndryshme. Thonë që personat që janë pjesë e artit ka një botë këtë ndryshe, mendojnë ndryshe, është e vërtet? Unë them shpesh njerëz që janë me përkushtim shpirtëror ndaj artit dhe krimtarisë, nuk them ndaj artit figurativ, po ndaj artit në përgjithësi, them se botën e shohin më bardh, më me kolorit, më të gëzueshëm, hepi që po thuhet. Ashtë realisht qashtu bota, ashtë realisht qashtu jeta, se ka njerë do këtë bardhëze, jo veç me ngjyra. Unë e kisha thonë që ta zam, që po e definoj kështu që ta zam krejt gjyqet edhe këto policie, këto i kisha mbyll unë, sepse nuk do të kishte nevojë të kemi, dhe më thonë të vrarësh këtë, por të butë ndaj jetës, ndaj njerëzve, ndaj shoqërisë, edhe po ka njerë kjo tingëllon absurde, ndoshta, por sepse jeta i ka ato kthesat e veta, megjithatë le të dominoj kjo e bardha ndaj të zezës. Po. A keni qenë ndonjëherë pishman, këto mbi 50 vite që merreni me art, që nuk e zgjedhët trenin për Prizren, por për në pej? Interesant, tash kjo interesant. Jo, sepse muzika ka gjatë rrugtimit mandej. Të ardhura, do shta e siguron një jetë më të mirë muzika. Unë nuk e kam llogarit asun, as ata që e kanë përcaktu, do më thëmë, orientimin e vetë, karrierën e vetë për qenë krijues, nuk kanë llogarit që cila do të sjellë fitime. Absolutisht jo. Edhe sot dhe kësaj dite unë krijoj. Televizioni ju i ka qenë në shtëpinë time, më kanë intervistu, ju keni këtu në, sigurisht keni pami nga galeria ime. Po, kemi në arkiv. Edhe e sheni që pavarësisht, ka fitim ose s'ka, krijuesi duhet jetë si nusja, ta ketë pajën gjithmonë përgatitur. Po, pra i bjen që ta e pyetja, jeni pishman apo nuk jeni pishman ndonjëherë? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Bile ka njerë, kur i shoh ta zëm, kur i shoh një pikturë që kam punu që 40 vjet, ose që 50 vjet, ato të parat, e njihem krenar. Interesant. Dhe më thonë, jo pishman, po të kundërtën e pishmanit. Tash, jam i lumtur, ndoshta pse ju kom futur kësaj rruge, as pak të lehtë. Edhe kështu arti të fisni krën, mush me informacione, mush tash në këtë kohë kur po jetojmë këto rrethana të teknologjisë përparuar, të industrisë, të
shkencës edhe gjithë shkafit, thamë se arti megjithatë mbetet ai niveli intelektual edhe kulmor, domethënë. Njeriu është ai i cili i mbush me informacione edhe internetin, edhe teknologjinë dhe gjitha këto. Njeriu është ai që këtu i mbush me mandej në tjerët rrjedhimisht marrim kush ka mundet. Po. Kur flasim për vitet atëherë, kur keni zgjedh këtë rrugtim, e dim që ndoshta tasht arti dita ditës, nga viti vet definitivisht dallon edhe rëndësia, edhe mënyra se si njerëzit e shohin artin, mirë po të zgjedhësh një profesion të tillë në vitet e mëhershme, atëherë në të 70-tat, kur ti e ke zgjedh. Si e kanë prit ndoshta edhe rrethi, edhe familjarët, kanë qenë përkrahas apo kanë qenë dyshues të e pas parasysh që e dim që atëherë ndoshta nuk ka pas një perspektivë shumë të madhe si tash. Nuk është ndoshta mundësia si tash të rinjët që mundën shumë lehtë edhe me dëpërtu edhe jashtë vendit. Po më pëlqen që porrim, në bisedë porrim në atë pjesën e hershme, domethënë fillimit të karrierës, keni plotësisht të drejtë sepse atëherë ishte në trend, sikur tani që është fakulteti i inxhinierisë ose atëherë ishte në trend mësuesia. Mësuesia, domethënë shkolla normale atje ishte një industri e cila prodhonte intelektual që do t'i shërbenin popullit nëpër vise të ndryshme. Qoftë në qytet, qoftë nëpër fshatra, sepse nevoja ishte jashtëzakonisht e madhe. Por edhe për art, domethënë arti është sikur një zhvillim i ndërdijes edhe i vetdijes shoqërore. Sa më shumë të fillon me u zhvillu një popull, arti është e përcjell. Edhe kështu që domethënë shkollat profesionale, qofshin ato të muzikës, artit, atëherë e kanë kryer misionin e vet jashtëzakonisht, domethënë kanë ngulës të nxjerrin kuadra të afta, të përgatitura për procesin mësimore, për krijimtari dhe kështu që sakrificë po se po. Sakrificë po, por kanë njerëz që ja vlen edhe ajo. Pra kanë hezituar edhe në familje në ato fillime, të pas parasysh që ndoshta paralel keni pas këtë profesionin që the edhe ti të bëhesh mësues, atëherë ku ndoshta ka qenë edhe pak më e përhapun si profesion, edhe ndoshta që ka pas pak më shumë të hyra, edhe që ndoshta e ke ditë se ku mundet me qut të ardhmja më lehtë se sa të eksperimentosh, sepse arti është eksperiment në vete, dallon prej vitit në vit, sepse çdo herë ka gjëra të reja, ka trende të reja dhe që duhesh me i ndjek për me qenë ndoshta edhe artist i kohës. Keni plotësisht të drejtë, sepse përkrisht tash ku jemi këtu te shkolla e artit ku isha unë si nxënës, edhe këto shkolla profesionale kanë pas edhe shpenzimet e veta më shumë se shkolla tjera. Ta zëm, është dashur me ta sigurosh materialin për pikturim, ngjyra, gjitha vet pra. Kështu që ka qenë një barë e re që po krijohet për familje. E unë për fat keq në atë periudhë unë dhe bashkëkombasit e mi kemi qenë gjendje jashtëzakonisht për më thonë migjenjane, për në kushtet mizerje, pa banesa, pa me udhëtime, me gjitha ato. Plus asaj, nëse i shtoj edhe këtë fakt që aty të shkolla artit, unë jam gjenerata par shqipe, sepse deja atë vit ka qenë në gjuhën serbe. Edhe na mandej vazhdum, edhe me disa lanë të kemi profesorët në serbisht. Edhe kështu ishte vështirë për literaturë, ishte vështirë për komunikim, sepse na fshatarët ku dishim shkretit gjuhën serbe. Ato ka qenë vështirësitë e kohës. Për fat mirë, mandej ajo filloi tu e përmirësuat statusin e vet si shkollë edhe Kosova. Edhe Kosova mandej me kushtetutën e vitit 1974 filloi me të madhe, filloi me u kombëtarizu në kuptimin e më të mirë, me kushtetutë, me universitet, me gjitha ato. Kur përfundove edhe fakultetin edhe ndoshta në mënyrë profesionale dole si një artist, si një piktor,
Ka pas sfida gjatë asaj periudhe, ka qenë e vështirë të depërtosh në skenë, në treg, kudo që ndoshta atëherë është shpërfaq arti? Normal që nuk ishte lehtë. Për shembull, unë jam dhe më thonë, organizues, po jam pjesëtar i aty në ngjarjeve ma të rëndësishme kombëtare, lëvizjeve për shembull studentore, kam qenë edhe në demonstratat e 81-shës, edhe gjatë të 8-s, si fëmijë më mend, edhe njeriu nuk mund të rri indiferent. Sado që na i kishim këshilla për profesorëve që artistët të jenë ma të kursyer në këtë drejtim, megjithatë ai ndoshta edhe mosha, ndoshta edhe ajo ndjenja e brendshme që të kem drejta sikur popull tjerë, na kanë bërë edhe atëherë si të jemi pak revolucionar në kuptimin që të esim me shokët e gjeneratës. Nuk ka qenë e lehtë ajo, mandej mu më kujtohet një fjalë edhe merr mirë nga kjo pyetje, po e nxjerrë edhe një përvojë interesante. Takohem me profesorin tim, me ish profesorin tim, cilin e përshëndes prej kësaj studio, Gjevdet Gjafa. Takohemi në qendër të Prishtinës edhe më pyet, Berish, ku je punësu? Atëherë sa po mbarova akademinë, edhe i tregoj, i tham, jam punësu në Malishev, dikon me një, atëherë nuk ka qenë Malisheva komunë, ka qenë një fshat, thjesht, fshat ma i zhvillun pak. Edhe i tham, pak si me droj, thot, ku në Malishev, për tregoj? Ti duhet me umburë, edhe bravo të qoftë si ki vendos me shku, me sakrifiku atje, sepse pikrisht në ato zona ka nevoj për dorën e artistit, për këshillën, për ndihmën e ato. Edhe qashtu doli jashtëzakonisht mirë. Si çka ishte puna jote atëherë në Malishev? Arsimtari i gjuhës, arsimtari i artit figurativ. Jo më ta bona këtë pyetje, se do të thotë, pavarësisht që e ke ndjekur ëndrrën tonë, e ke ndjekur edhe ëndrrën e familjes, sepse prap në pjesën e arsimit ke kontribuar edhe si artist. Për asnjë qast nuk e kam lëshu brushën, kam punu paralelisht, domethënë, edhe në krijimtari, edhe në procesin mësimor. Nuk kanë qenë të dyja aq të lehta për me ndjek, po megjithatë përsaktimi kur është densisht i vullnetshëm edhe me dëshirë, atë arrin. Kështu që paralelisht gjithmonë e kam ndjek edhe atë pjesën e procesit mësimor edhe krijimtarisë time, qoftë deri mëngjes. Ndoshta një lloj sakrifice, po se po. Po. Qysh ka qenë jeta jote personale ka shik kësaj profesionale? Sa ndoshta ke arrit me menaxhu, ndoshta me pas hapësirë për të dyjat, me u përkushtu si në aspektin personal, ashtu edhe në atë profesional, sepse e the që ndonë se ti orarin e punës e ke kry, prap ke qenë me brush në dorë, prap ke qenë duke punu, edhe tash i ruan ato punime, edhe pas ka shumë vite. Jo, për fatkeq nuk i ruajt, unë besoj që gjatë kësaj bisede do rrjedh edhe ajo fatkeqësia që është, domethënë që më ka ndjek si krijues, po do ta themi më vonë. Përmenda për atë pikturën që e përmende më herët që kur e shetash pas 40 viteve. Në atë kohë kur po flasim, domethënë vitet e 75-80, funksiononte shumë mirë, domethënë edhe me rrjeti i botimit teksteve, gazetave. Kemi pas 10 gazetat, cilat ne krijuesit i furnizojnë me grafika, me vizatime. Punimet e mia ka qenë të botuara nga pioneri për fëmijë deri te Zërinis, revista tjera, si ilustrime, për shembull për tregime, për romane. Pra shpesh ka kemi pas ne në dorë dhe kemi lexu, kanë qenë edhe punë e jotja. Fiks. Mandej, kopertinat e librave, jo si tash që punohen me kompjuter, por atëherë gjitha kopertinat, unë kum punu me qindra kopertina të romaneve, libra me poezi, gjitha krijuesit i punin me dorë, me tush, me ngjyra, thjesht, edhe kështu. Mandej, me antarësimin në lidhin në shoqatën e artistëve figurativ të Kosovës, që ishte në Prishtinë,
unë aty sikur gjeta një mbështetës të fort edhe një motivim për të shtu volumin e krijimeve krijimtarisë për shkak se gjatë vitit organizoheshin ekspozita shumë. Edhe kështu që kishim detyra përpara. Ta zam një ekspozitë në maj, tjetra në qershore, kështu gjatë vitit edhe gjithmonë e kishte si motiv edhe si detyrë para vetit për të marrë pjesë në konkurse, në për ekspozita, të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të organizuara mirë. Po. Unë këtu e kam në dorë metaforë, po ashtu është edhe ekspozita që keni bajt në 2022-ën. Mund është më nga të regu pak për këto, në ndërkohë unë po ja të regoj edhe kamerës disa prej punimeve, kështu edhe gjithë shka tjetër, gjatë kohës që ju flisni. Në qofë se krijuesi nuk është i vëmendshëm që edhe krijimtarinë e vetë, edhe aktivitetet e veta që i organizon asociacioni i arteve, private, qofshin shoqërore e tjera, ti shënoj kështu me katalogje, me shënime, me libra, me atëherë punën sikur e merr era. Unë për fat mirë i ruaj disa katalogje që i kam, por pjesa dërmuese e krijimtarisë time, tash po vim në atë pikën që është pak e dhimbshme dhe që nuk kam shumë dëshirë me përmend, është që mu gjatë luftës mu dërgjë e tërë krijimtaria që kisha punu për 30 vjetë. Ajo është jashtëzakonisht e dhimbshme. Ndoshta po bëhem pak kështu patetik dhe nostalgjik, por megjithatë është e dhimbshme, ja, dhe. Po. Sigurisht ne do të flasim edhe për këto periudha, do të flasim edhe për periudha ndoshta ku ke mendu që gjithçka u shu për një herë, ke mendu që ndoshta ka mujt me urzu gjithçka, si kjo që po e thu, sepse nuk është e lehtë për një artist të djegët krejt krijimtaria edhe të filloj gjithçka prej zero, sepse mbi gjitha ka kujtime në ato, përveç punë, ka edhe kujtime. Qysh ka qenë ajo periudhë për juve? Ndonë se e dim që ka qenë periudhë vështirë për Kosovën edhe se cili ndoshta themi ka vuajt në mënyrat ndryshme mirë, po jo personalisht. Si e keni përjetu këtë pjesë të humbjes, të punës të ande, sa vite që e keni rujt ndoshta me shumë nostalgjit gjitha ato? Për fat keq, po përsëris është pjesë e dhimbshme ajo e jetës dhe më trondit shumë, sepse unë po ata fatin e keq kisha duke u djegur me sy. Do të para syve tu. Po sepse isha ofër, malin e kishim ofër aty edhe forca serbe kur kanë hy, kanë vjedh, kanë plaçkit edhe mande e kanë fut disa prej pikturave të mia e kanë qitë në barë, i kom pa mirë, edhe i kanë djeg, i kanë shpu, i kanë damtu në mënyrë ma barbare. Edhe i thamë që ajo pjesa e familjeve që kanë humbë njerëz, ajo është dhimbshme. Por kur ajo lihet me një anë dhe e ka një lavdin veti, thamë me njëherë vjen edhe kjo pjesa si thuhet ndryshe kulturocidit, kur ishe biblioteka të djeg, ishe krijimtarinë artistike, ishe... Kjo është edhe dhimbshme. Ose këto objektet trashëgimisë kulturore, si që ka qenë lidha për Zrenit, a ka më dëmë se digjet një shtëpi e cila ka rujt artefakte nga lidha shqiptare për Zrenit, edhe për një sekundë ajo digjet, pa atë nuk e bën njeriu, atë e bën anti-njeriu. Por për fat mirë, na e rimorëm veten, unë edhe shokët e mi, dhe kolegët e mi, dhe sot e kujtojmë vetëm si diçka të keqe edhe e kem unë e përplotësova atë që humba, ndoshta edhe dyfishova, edhe pas luftës me përkushtim të jashtëzakonshëm, edhe pse e lash ditarin, u punësova në qendrën e kulturës në Klinë, drejtorinë e kulturës, në cilën kom punuar deri në pension. A ka qenë ndoshta para se të flasim ndoshta edhe për këtë pozitë ande që është me shumë rëndësi mbi gjitha në pjesën e krijimtarisë tonë në përgjithësi, po a ka qenë ai moment që ndoshta ka mujt edhe me dërzu? A ka qenë edhe ai moment ndoshta moment që
nëse nuk ishe dorëzu, kishe mujt, nëse paprit ishe dorëzu, kishe mujt me lonë artin krejtu e pas parasysh që ka qenë shumë i Sa mirë ma the, sepse po i ngellësha bërq miqve të mi, e sidomos 2 emra të cilve ju kom bërq për jetë, të cilit ishin aq kam ngullës me mu, është dramaturgu dhe regjizori i mirë njohur shqiptar nga Shkodra, Fadil Kraja, me cilin rastësisht jemi takuar në një ekspozit, edhe ka qenë piktori po ashtu shkodran Artan Draqini, të cilët për 2-3 orë majtin fjalim, edhe ma këthyrë moralin, edhe më detyruan gjithsesi, mas gjitha kësaj që t'i kthehem përsëri artit, edhe vërtet jam shumë i njohës deri në vdekje. Po. Kjo është e mira, sepse e dim që secili ballafaqohemi me situata të tilla të rënda, sepse jo nuk besoj që ka rrugë të lehtë në përgjithësi, secili mundemi mu ballafaqu. Madje këto sfida të bojnë që te me arrit edhe më shumë, sepse ja din edhe vlerën edhe rëndësinë gjithë shkafit më shumë. Këtë rast edhe të artit, po besoj pas atij momenti ja ke ditë rëndësinë edhe më shumë pas kthimit tënd kështu. Shumë sakt, faleminderit. Edhe tash këto për brezin e ri, për krijuesit tash që janë të pas luftës, edhe për juve si moderatore, ndoshta janë sikur pralla me babgjyshin, po janë realitetet cilat i ka përjetu populli jon, në likurën e vet, i ka sfidu, i ka tejkalu me aq guxim, me aq atë dhe dashuri, sepse nëse mungojnë këto hallka, ti është krijuesi më i mirë i botës, nëse ti nuk krijon edhe për popullin tënd, s'ke bërë asgjë. Po, e vërtet. Përmende pjesën kur mandej u riktheve në Klin, në vendin tënd, si drejtori i Qendrës Kulturës. Fiks. Qysh ka qenë ajo periudhë që ndoshta të shërbesh në vendin tënd, në vendin ku ndoshta ti ke pas shumë kujtime të fëmirisë, edhe mbi gjitha t'ju shërbesh qytetarëve tuaj? Ditët e para pas luftës kanë qenë shumë me një vullnet. Domethënë, krejt punë kryeshin me vullnet, sepse liria është mbi gjitha. Liria kur përjetohet edhe kur preket liria me dorë është punë e madhe. Jo vetëm unë, por të gjithë kishin vullnet për jetë, për punë, sepse ritakoheshim me miq, me shok, me koleg, e sheshim që nëse një shtëpi është djeg, po fillon të rindërtohet, domethënë është janë shenjat e rijetësimit, ringjalljes së qoftë edhe njerëzve. Unë kom pas fat të bëj një pikturë edhe të familje e Sharej. S'po du më lavdu, po kjo ka qenë realiteti. Nuk ka të bëj me lavduat, ne po tregojmë për punën edhe krijimtarinë tënde. Aty për një 70 ditë ndaj kujtimet e jetës, të cilat në një kapitull posaçëm i ruaj. Për shkak se ajo familje nuk është rastësisht familje me aq zë, sepse të humbësh aq shumë, edhe të kesh vullnet për jetën, ta duash rilindjen, ta duash jetën në përgjithësi, edhe atë dheun është vlerë jashtëzakonisht e madhe. Unë të ata njerëz kom pa një vullnet të pashaq, një diçka që kërkush s'mundet edhe me dash, nuk mundet me kopju, sepse ata janë shumë të veçantë. Rodhi muhabeti kështu se, përndryshe në Klin kishte puna, e pas luftës kishte jashtëzakonisht punë për mua, sepse jo si tash që kemi ta zëm mundësi për reklama, për mbishkrime, për gjitha këto, tash i punon me internet, me kompjutere, me këto. Në tashmë edhe inteligencë artificiale për na lehtëson punën përgjithësi. Atëherë, unë për një 3-4 komuna për rreth Klinës i kam punu krejt transparentat, skenarët, skenat e dramave, koncerteve, gjitha është dash me dorë mi punu. Ja them sinqerisht, ka qenë punë fizike e lodhshme, mirë po me një vullnet jashtëzakonshëm edhe
A mu nuk besoj që ajo punë krahasohet me këto tash që mundesh me bo shumë letë prej internetit edhe qka do tjetër. Besoj që ajo ka vlerën shumë më të madhe, sepse diçka që punohet vetë prej zemrës, prej shpirtit, prej idejës tënde, është diçka shumë më reale se sa tash që ndoshta i marrim pak të gatshme, pak inspirohemi nëpër internet, është gjithçka më e thjeshtë, ndoshta për atë edhe ka njëherë nuk dim atë shumë rëndësinë e profesionit që e kemi, sepse e kemi më të thjeshtë tash. Unë aty të qendra kulturës fillova edhe me zhvillua, me përhap edhe dashurinë për artin përmes ekspozitave, duke organizuar ekspozita të fëmijëve në rënd parë, sepse ajo është pjesë e bukur kur fëmijët atë shpirtin e tyre të pastër e përcjellin përmes vizatimit, përmes pikturës, organizohet ekspozita, vinë me prind, shohim, analizojmë, fëmiu e sheh vetin që si tash jam boj rëndësishëm, sepse punimi jam o dalë në publik e kështu që ajo pjesë ka qenë jashtëzakonisht e bukur, edhe ndoshta kjo është detyra e një krijuesi që edhe ma të tjeta përcjell atë që ka përjetu vetë, ta përhap, ta masivizon. Po. Zotëri Idris, nuk u nale veç me artin. E thash edhe krejt në fillim, ju jeni edhe poet, keni edhe librat, e kemi edhe atu një libër që sigurisht i kemi na tregu tash më shumë edhe për këtë pjesë. Kjo pjesa e të shkruarit po besoj është pasion. Ndonë se ke zgjedhë në profesion ta kesh artin, të jesh piktor me profesion, mirë po të shkruash është pasion dhe ti e ke zhvillu tash ndër vite dhe e ke ndo edhe me gjithë publikun, me gjithë ata që e kanë lexu të shkrimin tonë në përgjithësi. Si rodhi kjo pjesa që kalosh pastaj edhe në shkrim? E ke pas gjithmonë talent, dhunti, sepse të shkruash është edhe dhunti? Unë them që secili ka ndoshta brenda aty një dozë të inspirimit, motivimit për të kriju diçka. Unë jam i sigur që edhe moderatorja që kam përballë ka talent për shkru, po ose i mungon guximi, ose koha, ose hajt leje, merrem me diçka tjetër. Sepse krimtaria shkon tu e përplotësu njëna tjetrën. Unë për shumë momentet caktume kur ajo si thuhet ajo muza mungon për të bërë pikturë, ose mungon koha, ose s'ke disponim, i kthehem vargut, poezisë, edhe shumë për çudi mandej shumë vargje i shoh edhe në pikturë, mandej janë ushqehet njëna me tjetrën. Edhe janë si motra, janë motra dashura. Ato që ndoshta ndonjëherë nuk mundesh me shpreh me pikturë, e shpreh me shkrim. Sepse e the ndoshta gjithë kanë një talent me shkrua dhe gjithë kanë çka me tregu prej brendësisë së tyre. Po duhet ndoshta me ditë me kap thelbin e asaj që shkruan që me depërtu edhe të publiku mandej, e që ti e ke arrit këto tash e sa kohë. A e provoj me arrit edhe këtu në studio, duke recitu diçka, duke thonë një poezi? Unë kam një për modesti kështu, po i kam një 5 përmbledhje me poezi. Edhe ka njëherë më dukon si më qenë të hujat, ka njëherë merë malli me i ricu, ka njëherë unë me knasi. E shuajmë atë malë që ndoshta tash ka marrë për me recitu, e vajmë këtu në studio. Unë personalisht e kom njoft Isuf Gërvallën. Rasti e ka dash që me e njoft. Edhe e kom pa, edhe kom pas një 2-3 raste. Edhe pashmangshëm, tash, dhe më thonë, një nërë zakonisht përkujtuhet kjo ngjarje e kopshme, e vrasjes së 3 herojve që janë vrarë në Gjermani, edhe kam u hap libri aty edhe një poezi përkushtuese për këta 3 heroj. Dëgjojmë. Më falja. Po, hiç nuk është problem. Kështu ka pleqëria. Jo, puna e madhe po besoj, se s'ka të bëjë me pleqëri, se arti nuk të plak asnjëherë. Harshit e dritës. 3 letra në shqep ka njushash, u nisën portës e adheut, u zhduken pas harku të ylberit, shiu si lau, as djeli si thau.
vdekja ka gjuhë djalli, aja merr dhe hijet me veti, rrugëve të errta të metropoleve, në kohë të keqe, kur kulla e malli digjej. Njeri tha, na mori malli për unat në gjak, për tymin e varur qieve, për hijen e hënës së plot, për muret e muranat e deçanit, e për fjalën besë të Gjilanit. Kur kulla digjej dhe malli digjej. Në urën e gurt, dielli lind dy herë. E ju vrapon një lirin për ta zënë, dashuri për të mbjell, në shtëpi prej akulli të përflakur nga brenda. U lutëm kësaj natë të errët, që stinet mos vdesin, flakadan të mbesin, mbi ballin tuaj hëna të ecë, të lulzoj guri e druri, mbi kulla të valej flamuri. Agullim beqati, si ajth malli janareve. Faleminderit shumë, shumë faleminderit për këtë recitim të kësaj poezie, për këto emocione që i ndajte bashkë me ne dhe shikuesit tonë. Faleminderit shumë që më futët në këtë zonën e... Shumë kënaqësi me pas një artist në studio dhe mos me nda punën e tij, sigurisht që nuk ish pas ndoshta kuptim as gjithë biseda që e banëm deri tash. Ju keni emrin artistik Gjigji, a? Gjigji më të po. Por që di më pyesin edhe gazetarët edhe njerëz miqtë, pse Gjigji? Fëmijët e shtëpisë tonë, kur fillojnë, sa po fillojnë me fol, 2 vjeç e gjys, 3, edhe e kanë problem me shqiptu Idriz, sepse emri nga trushëm që mu së më pëlqen heq. Edhe fëmijët e vegjël të shtëpisë tonë, a Gjigji, Gjigji, edhe mbeti kjo, edhe më pëlqen. Interesant, artistik kështu, kur e mendon. Se po ashtu edhe këtu tek pjesa e ekspozitës ku e keni prezantu, edhe po duket shumë atraktive mandej, edhe e kafshme kështu po besoj për krejt ata. Faleminderit për këtë bisedë kaq të këndshme, kaq familjare, them, ose kaq e ngrohtë, sepse në të studion tuaj me këtë kolorit kaq të harmonishëm, unë nuk kënaqem. Ndoshta sporrim mirë këtu në para kamerës, po më rëmbejnë këto ngjyrat për një me. Faleminderit shumë, jo shumë mirë, edhe ju ka këni kombinu fix me ngjyra për studion tonë. Unë falenderoj shumë edhe njerë që ishe bashkë me neve, shumë kënaqësi që ndajtëm një rrëfim të andim për gjithë shikuesit tonë, edhe po besoj që rrugtimi ytë asaj kohë që ndoshta nuk e dorëzu pavarësisht vështirësive, mund të jetë një inspirim për artistët e rinj tash që janë të shumtë në numër që zgjedhin rrugën e artit, sepse tash edhe gjatë bisedës është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë për ta, kështu që arti çdo ditë më shumë po rritet edhe në vendin tonë dhe po i dihet edhe rëndësia dhe vlera më shumë. Faleminderit përzemërsisht për pritjen, për këtë ngërtësi, faleminderit për mundësitë që më dhatë të bëj një autorefim, jo për të lavdruar në asnjë mënyrë, sepse ajo është pjesa më që i kombinati, me thonë kom bë kështu, kom bë. Por kjo ishte një autorefim edhe më ktheve në kohë. Kjo nuk ishte aq e lehtë për mua, po megjithatë është mirë që na një ditë shkojmë, edhe këto unë shpresoj shumë që këto edhe gjirimet, edhe shkrimet, edhe gjitha këto mbesin kujtim për breza që po vinë. Faleminderit për respektin që i bëni edhe personalitetit tim, edhe krijimtarisë time, edhe artit në përgjithësi. Unë për herë të parë vi në shtëpinë e juaj, por vërtet po dal me një përshtypje të jashtëzakonshme. Faleminderit Elsën Zenunin që ajo ka qenë edhe në shtëpinë time, edhe në studion time të artit. Elsa ne kemi kudo në për teren, na prezanton me punimet të tilla, sepse ndonjëherë nuk mjafton vetëm flasim studiot, mos kemi fakte. Kur të vim të shohim atje është gjithçka pak më ndryshe, kështu që Elsa e ka nda bashkë me publikun këto përmes shtëpisë tonë. Faleminderit ty që i ke hapur. Për ty komplimentet pa ekuivoke që. Faleminderit shumë. Sinqerisht ma mundsove ta bëjmë një bisedë kaq mirë. Shumë faleminderit edhe një herë. Turoj një ditë mbar, edhe turoj shëndet, edhe punë të palodhshme. Edhe juve suksese, televizionit, juve, shokve, ekipit. Qëto për edhe këti libret? Po, tash me shumë qef. Faleminderit.